Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Rreshjet intensive të janarit kanë shkaktuar përmbytje në tokat bujqësore të qarkut të Gjirokastrës. Sipas të dhënave, rreth 250 hektar tokë janë përmbytur, ndërsa bordi kullimit ka nisur marrjen e masave për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në ditët me rreshje intensive. Në bashkinë Finiqi janë parashikuar disa investime të rëndësishme për zonat rurale. Deputeti Vasil Llajo ka bërë të ditur se në vitin 2026 të vijojnë investimet në sektorin e bujqësisë, rrjetin e ujësjellësit dhe atë elektrik. Maturantët Gjirokastrit prej datës 2 deri në 11 shkurt do të plotësojnë formularin e lëndëve me zgjedhje. Ajo çka vije të re është se pjesa dërmuese e tyre kanë zgjedhur të testojnë lëndët të shkencave sociale. Pas këtij hapi ata do të nisin përgatitjet përmes konsultimeve në lëndët që do të japin provim. Procesi mësimor në bashkinë e Libovës, pavarësisht temperaturave të ulta, vijon normalisht në të gjitha shkollat. Mungesat e nxënësve janë minimale dhe lidhen kryesisht me virozat e stinës, ndërsa bashkia ka garantuar ngrohjen dhe kushtet e nevojshme. Ju njohim tani më gjërësisht. Rreshjet intensive të janarit kanë shkaktuar përmbytje në tokat bujqësore të qarkut të Gjirokastrës. Sipas të dhënave, rreth 250 hektar tokë janë përmbytur, ndërsa bordi i kullimit ka nisur marrjen e masave për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në ditët me rreshje intensive. Rreshjet intensive të fillim janarit sollën përmbytje të konsiderueshme në tokat bujqësore të qarkut të Gjirokastras. Sipas evidentimeve, rreth 250 hektar tokë të mbjella kryesisht me pemtari u përmbytën, ndërsa bashkia Gjirokastër rezulton me prekura me afro 100 hektar tokë për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në ditë me rreshje intensive. Bordi kullimit ka nisur marrjen e masave konkrete duke planifikuar ndërhyrjet në argjinaturat problematike. Kemi një çarje të argjinaturës në zonën e fshatit Karjan, Kakoz, Mingur. Janë rreth 3-4 çare, të cilët kanë krijuar përmbytje dhe zhavorim të tokave bujqësore të mbjella nga fermerët. Gjithashtu kemi çarje të argjinaturës në zonën e fshatit Mashkullor, kemi këtu në zonën e fshatit Valare çarje të argjinaturës, kemi në fshatin Dervician, kemi në Luminesus. Të tëra nga ana e bordit këtu është vlerësuar situata, është bërë një vlerësim paraprakë të gjitha punimeve. Po përgatitet dokumentacioni teknik për fillimin e punimit dhe marrjen e masave që gjatë muajit prit-mars që çelen dhe fotet përkatëse, ne do bëjmë gjitha ç'është e mundur për rehabilitimin e tyre me mjetet tona që i përkasin bordit të kullimit. Të gjitha këto ndërhyrje zonër një vlerë rreth 20 milion lekësh të reja. Me investimet që do të kryhen, pritet të bëhet mbrojtja e rreth 1700 hektar tokë bujqësore. Në bashkinë Finiqi janë parashikuar disa investime të rëndësishme për zonat rurale. Deputeti Vasil Llajo ka bërë të ditur se në vitin 2026 do të vijojnë investimet në sektorin e bujqësisë, rrjetin e ujësjellësit dhe atë elektrik, ndërkohë që po punohet për sigurimin e fondeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat malore. 58 fshatra në 5 njësi administrative shtrihen në territorin e bashkisë Finiqi, e cila ka një sipërfaqe prej 41.2 km². Pothuajse gjysma e fshatrave të kësaj njësie vendore janë malor apo kodrinor, të cilat kanë nevojë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Gjithsesi, viti 2026 do të shënojë vazhdimin e investimit në kanalin Thoma Filipeu, 15 km i gjatë, duke zgjidhur problemin e vaditjes në pjesën më të madhe të fushës së Vurgut, e cila arrin deri në 6.000 hektar. Po e ndjek me shumë kujdes buxhetin për bashkinë e Finiqit dhe po ju them që një nga ato buxheti, një nga pjesët e buxhetit të cilat janë alokuar për Finiqin është ristrukturimi i kanalit Thoma Filipeu, që është një vepër madhore e cila jep frymarrje dhe zhvillim gjithë fushës së Vurgut, sepse ku ka ujë ka jetë dhe si të tillë duke u zhvilluar bujqësia, zhvillojnë fshatrat, kthehen njerëzit, ka më shumë punë dhe kjo është një nga veprat e mëdha që besoj dhe me kujdesin ton edhe me faktorët e lokal me bashkinë të neve të mundohemi këtë vepër ta kryejmë në kohë dhe jo ta shtyjmë me zvarritje të ndryshme burokratike, por të kapim atë nevojën e njerëzve dhe ta bëjmë realitet dhe prakticitet dhe ta bëjmë vepër
këtë buxhet që është alokuar për kanalin Thoma Filipeu. Njëkohësisht, zoti Llajo pretendon të sigurojë fonde nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, edhe për infrastrukturën rrugore të zonave malore në njësitë administrative Livadija, Divër dhe Mesopotam. Janë edhe disa buxhete të tjera, të cilat do të vinë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të cilat do të mundohemi të bëjmë atë alokimin e tyre nga zona të tjera të vinë në drejtim të Bashkisë së Finiqit, dhe kryesisht është ajo që është vëmendja ime kryesore, rruga nga Livadjaja deri në Ripe, si quhet, ose në Karaoq, të bashkojë gjithë unaza e madhe që tashmë ka ardhur deri në Malçan, të bashkohet në Grazhdan, Zminec, Karaoq, me radhë Qesarat, Grav, Komat, me radhë gjitha këto deri në Llazate, me radhë të bashkohet në Livadja, duke u bërë një unazë e madhe, e cila kjo unazë është ëndra e atyre njerëzve që jetojnë aty, jo vetëm për ekzistencën atyre, mbi bijetesën atyre, por dhe për zhvillimin turistik dhe mbi të gjitha të rikthehen një ditë të festojnë bashkë me fëmijët e tyre të cilët i kanë në emigracion kudo që të jenë. Përveç këtyre investimeve pretendojë të investojë në zgjerimin e rrjetit ujësjellësit nga burimi i Merkos, duke zgjedhur furnizimin me ujë edhe të 5 fshatrave në njësitë administrative të Alikos dhe të Livadjas. Ndërsa rikonstruksioni i rrjetit elektrik në fshatrat e Finiqit ishte edhe objekti i takimit të para disa ditëve me drejtuesit e OSHE-s të rajonit Gjirokastrës, i cili ka në jurisdiksion e tij disa njësi vendore të qarkut të Vlorës. Në Sarandë ka nisur që në janar përgatitja për sezonin turistik 2026 me fokus bashkërendimin institucional. Sfidat kryesore i lidhen me furnizimin me ujë dhe energji, menaxhimin e qarkullimit, si dhe rritjen e cilësisë ofertës turistike në një sezon gjithnjë më të zgjeruar. Ende pa mbyllur, muaj i parë i vitit 2026 hapet tema e përgatitjes së një sezoni të ri, me sfida që duhen përballuar. Me këtë fokus ishte tryeza e task forces organizuar nga prefektja e Vlorës Evi Sallushi, e cila ka kërkuar bashkëpunim dhe koordinim me strukturave shtetërore dhe biznesit për pasjen e një sezoni turistik të suksesshëm. Mbledhja e ditën e sotme u fokusua dhe në evidentimin e atyre se çfarë kanë qenë problemet e vitit 2025, duke vendosur theksin te këto problematika dhe pas diskutime me të gjithë ata që janë pjesë e kësaj task force, që janë drejtues të institucioneve qendrore në nivel lokal, por njëkohësisht edhe me Bashkinë e Sarandës, si një aktor i rëndësishëm në marrjen e masave për menaxhimin e mirë të sezonit 2026, diskutuam të gjithë së bashku dhe evidentuam problematikat, evidentuam arritjet, por njëkohësisht dhe masat të cilat duhen marrë për një menaxhim sa më të mirë të sezonit që presim për këtë vit. Ndoshta mund të duket herët sepse jemi në muajin janar, por absolutisht jo, për faktin sepse Saranda nuk është më një qytet i cili ka të shtrirë sezonin turistik vetëm në muajt e verës, por është një sezon i cili ka akoma më tepër shtrirje në përgjatë muajve të një viti dhe mund të themi që është dhe një sezon gjithvjetor. Së sotme kishim të bënin me planin e masave në drejtim të menaxhimit të trafikut, i cili është një problem serioz në Bashkinë e Sarandës, njëkohësisht në menaxhimin e mbetjeve urbane, të cilat janë të shumta përgjatë sezonit turistik, por gjithashtu edhe probleme që kishin të bënin me furnizimin me ujë të pishëm të Bashkisë së Sarandës. Të pranishëm ishin aktorët kryesor që mbajnë peshë në menaxhimin e turizmit të Sarandës dhe Ksamilit, që impakton zhvillimin në të gjithë rajonin më jugor të vendit, si kryebashkiaku i Sarandës Oltion Çaçi, deputeti Ardit Bido e nënprefekti i Sarandës Kristaq Kiço. Lista e barnave të rimbursueshme nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor përfshin 1366 barna. Kreu i fondit, Arti Papajani, bën me dije se nga kontrollet e fundit nuk është konstatuar asnjë shkelje kontratave me farmaci, duke kërkuar zbatim rigoroz të marrëveshjeve dypalshe. Lista e re barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor përfshin afro 1366 barna, prej cilëve 211 spitalore. Drejtori i këtij institucioni, Arti Papajani, në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, sqaron se nevoja për të mbuluar një spektër më të gjerë të diagnozave e ka shtuar numrin e barnave në listë. Lista e barnave është një sistem i integruar që balancon kujdesin e pacientëve me standardet e mbrojtjes së kujdesit.
shëndetësor, proces që ndryshon vazhdimisht dhe që ka në themel të saj zgjerimi me barnat e reja dhe plotësimin e nevojave të qytetarëve. Aktualisht në listën e barnave që funksionon janë rreth 1366 barna, nga të cilat 211 janë barna spitalore. Për Papajani, në rastet e mosmarrjes nga qytetarët e barnave nga lista e rimbursueshme në farmaci janë të rralla. Kjo mund të vijë nga dy faktorë. E para që edhe farmacitët duhet të bëjnë update patjetër në lidhje me sistemin, se nuk mund t'i kanë marrë ashtu siç duhet të dhënat dhe mund ndodhë ndonjë gabim, ose mund të ketë keq informime ose veprime nga ana mjekëve të familjes, të cilët nuk i kanë njojtur, nuk janë familiarizuar me banat e reja apo me çmimet e reja. Papajani thekson se procesi i kontrollit vijon si një procedurë normale administrative, që asesi nuk ka qëllim të ndëshkojë farmacit, por të garantojë transparencë. Nuk është ndërprerë ndonjë kontratë në lidhje me ato që s'kan të bëjnë me procedura identifikimit të drejtë për drejta të fiktivitetit. Farmacit duhet vazhdojnë punën normalisht, mbeten këto kontrata në fuqi ashtu siç kanë qenë dhe të pacunuara deri më tani. Hartimi dhe miratimi i listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masa e mbulimit të çmimeve të tyre përfshin nevojat reale të pacientëve, bazuar edhe në përparësitë reale që vetë shërbimet universitare kanë. Në vijim të strategjisë së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për plotësimin e nevojave me profesionistë të shëndetësisë, 4 të rinj janë bashkuar Spitalit Bashkiak Tepelen. Spitali Bashkiak i Tepelenës po përjeton një fazë të re zhvillimi ku krahas përmirësimit të shërbimeve shëndetësore, një rol të rëndësishëm po luajnë mjekët e rinj që i shtohen në këtë institucioni. Përfshirja e mjekëve të rinj në spitalet publike në vend vjen si një qasje që po plotëson nevojat duke forcuar më tej shërbimet shëndetësore për qytetarët. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale informon se 4 profesionistë të rinj janë bashkuar ekipit shëndetësor në Spitalin Bashkiak Tepelen, të cilët sjellin energji të re, profesionalizëm dhe përkushtimin e nevojshëm në kujdesin për qytetarët. Mjekët e rinj herësh po përforcojnë ekipet mjekësore për të garantuar shërbim të specializuar për qytetarët kudo ku ata jetojnë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale u jep studentëve për 4 vite gjatë formimit të tyre 80% të pagesës së mjekut specialist dhe 100% ata të cilët kryen specializimin në degët prioritare, mjekësi familje dhe mjekësi urgjence. Maturantët të Gjirokastrit prej datës 2 deri në 11 shkurt do të plotësojnë formularin e lëndëve me zgjedhje. Ajo çka vjet re është se pjesa dërmuese e tyre kanë zgjedhur të testojnë lëndët e shkencave sociale. Pas këtij hapi ata do të nisin përgatitjet përmes konsultimeve në lëndët që do të japin provim. Në shkollat e Gjirokastrës dhe Libohovës këtë vit mësimor numërohen 320 maturantë. Në kohën kur janë njohur me rregulloren e maturës shtetërore 2026, programet orientuese dhe testet model, maturantët do të nisin plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, ku do të përcaktojnë lëndën me zgjedhje që do të japin provim pas përfundimit të vitit shkollor. Maturantët Gjirokastrit do të kenë në dispozicion periudhën 2 deri në 11 shkurt për plotësimin online të këtij formulari. Unë kam zgjedhur qytetari psikologji për të hedhur. Pse pikërisht këtë? Po, sepse më pëlqejnë këto lëndë shoqërore, jam edhe në pas atyre dhe besoj do ja dal. Jeni njohur me këto rregulloren e maturës, me këto testet model, me programet orientuese? Po, jemi njohur, madje sot zgjidhem dhe një model testi të matematikës, e bërë me profesorin. Kam vendosur të zgjedh ekonominë, sepse më duket pak më lehtë. Kam vendosur ta vazhdoj këtu në Universitetin e Gjirokastrës, kontabilitet financë. Sa të qartë jeni mbi rregulloren e maturës, me programet orientuese, me testet, ndoshta modeli, keni parë këto kohë? Po, patjetër, madje sot i shqyrtuam pak më shumë, i zgjidhëm me mësuesët. Na janë dukur goxha të lehta, me ndihmën e mësuesve.
Dhe po njihemi akoma edhe më shumë në vazhdim se që t'i zgjidhim. Këto ditë ne do të plotësojmë formularet, por faktikisht unë nuk e kam vendosur ende se çfarë lënde do zgjedh, por gjithsesi unë jam midis dy lëndëve historisë dhe gjeografisë, sepse dega që unë dua të vazhdoj është juridiku dhe e gjej më shumë veten tek lëndët e historisë dhe gjeografisë. Drejtoresha na ka njohur me rregullat, me testat, kemi bërë ushtrime. Janë 320 maturantë në shkollat e Gjirokastrës e Libohovës që tashmë do të nisin përgatitjet për provimet e maturës, bazuar në kalendaret e hartuar për zhvillimin e konsultimeve. Maturantët e shkollës tonë janë njohur me programet orientuese për çdo lëndë të maturës shtetërore, gjithashtu edhe me rregulloren e maturës shtetërore. Janë njohur me testet model për secilën prej lëndëve. Së shpejti neve kemi përgatitur edhe buletinin e konsultimeve dhe normalisht do të funksionoj kjo që nga shkurti dhe në vazhdimsi, ku nxënësit do të updatehen dhe do të afrohen më shumë me testet e secilës prej lëndëve dhe pyetjet të cilat i mundojnë ata apo i kanë të paqarta për secilën prej lëndëve që janë provim në maturën shtetërore. Kryesisht është matematika, është gjuha shqipe, anglishtja dhe lënda me zgjedhje. Provimet e maturës shtetërore 2026 do të startojnë më 2 qershor me gjuhën e huaj për të vazhduar me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 9 qershor, matematikën në datën 16 dhe provimin me zgjedhje në 23 qershor. Procesi masimor në bashkinë e Libohovës, pavarësisht temperaturave të ulta, vijon normalisht në të gjitha shkollat. Mungesat e nxënësve janë minimale dhe lidhen kryesisht me virozat e stinës, ndërsa bashkia ka garantuar ngrohjen dhe kushtet e nevojshme. Në Libohov 192 nxënës ndjekin arsimin në 9 vjeçar, 29 arsimin e mesëm dhe 46 fëmijë edukimin parashkollor. Pavarësisht temperaturave të ulta dhe motit të ftohtë të ditëve të fundit, procesi mësimor në bashkinë e Libohovës po vijon normalisht në të gjitha shkollat, përfshirë edhe klasat që funksionojnë në fshatrat më të largët. Sipas stafit arsimor dhe institucioneve shëndetësore, mungesat e nxënësve janë minimale dhe lidhen vetëm me virozat e stinës, të cilat paraqiten në nivele normale për këtë periudhë dimri. Bashkia ka marrë të gjitha masat e nevojshme që çdo godinë arsimore të jetë e pajisur me ngrohje, duke garantuar kushte të përshtatshme për nxënësit dhe stafin arsimor edhe gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Bashkia Libohov ka marrë masat e duhura për ngrohjen në institucionet arsimore që mbulon bashkia, territorin tonë domethënë. Në gjimnazin tashmë është shkolla e bashkuar, domethënë shkolla e mesme e bashkuar Avni Rustemi, që quhet ish gjimnazi 11 Shkurti, janë vendosur kondicioner në 3 klasat aktive dhe në ambientet të tjera laboratorike, sigurisht dhe në sallë. Shkolla 9 vjeçare Avni Rustemi sigurisht është me kaldaj, siguruar lënda djegëse gaz. Shkolla 9 vjeçare Nepravisht është përsëri me kaldaj, me djegje me pelet, edhe aty është siguruar lënda djegëse. 3 shkollat e tjera, shkolla 9 vjeçare e Bulos dhe 3 klasat që ndodhen 2 në Zagori dhe 1 në Labov janë me ngrohje me lëndë djegëse dru, janë siguruar sobat dhe lënda djegëse. Në bashkinë e Libohovës 192 nxënës ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe 29 nxënës arsimin e mesëm. Për sa i përket edukimit parashkollor, 46 fëmijë frekuentojnë kopshte në territorin e kësaj bashkie. Nga 540 biznese që operojnë nëpërmjet, 115 nuk kanë shlyer ende detyrimet vendore. Bashkia ka intensifikuar kontrolle duke vendosur afate për pagesat dhe paralajmëron masa administrative për shkelësit. Rreth 115 biznese në bashkinë Përmet nuk kanë arritur ende të shlyejnë detyrimet e tyre ndaj tatimtaksave vendore. Sipas drejtoreshës së tatimtaksave në bashkinë Përmet, viti 2025 ka qenë pozitiv sa i përket rritjes së vjeljes së të ardhurave. Megjithatë, mbetet shqetësuese niveli debive të krijuara nga një pjesë e subjekteve tregëtare. Themi se gjatë kësaj periudhe ritmet e vjeljes së të ardhurave kanë qenë
të kënaqshme. Është realizuar plani vjetor për periudhën, por mund të themi se pavarësisht se kemi arritur në planin e përgjithshëm, kemi edhe mos realizim edhe të vogël të disa zërave të cilat ishin planifikuar gjatë vitit 2025, gjë që kanë shkaktuar edhe një debi të mbledhjes së të ardhrave për vitin 2025, kryesisht nga bizneset. Jemi në 103% realizim në total, gjë që bën të mundur realizimin e të gjithë zërave kryesor të vitit 2025, ashtu siç kemi edhe disa zëra të cilat nuk janë plotësuar, diku janë të kaluar dhe diku nuk janë realizuar. Për të përmirësuar situatën, bashkia ka ndërhyrë përmes agjentëve tatimor, me qëllim mbledhjen e detyrimeve të prapambetura. Gjithë puna jonë në këtë vit ishte mosritja e borxhit tatimor dhe bëm të mundur që mbledhjen e të ardhrave ta bënim edhe me agjent tatimor, me ujësjellsin, gjë që edhe u prit mirë edhe nga disa biznese dhe nga disa të tjera dhe nuk u prit mirë. Kemi filluar vjeljen e të ardhrave me agjentin tatimor ujësjellës dhe gjithë këta debitor janë dërguar në faturën e vitit 2025 të ujësjellësi. Një nga masat që neve operuan vitin e kaluar ishte vetëm çuarja e debis në faturën e muajit nëntor në SHA ujësjellës për vjeljen e të ardhurave dhe mosrritjen e borxhit tatimor të vitit 2025. Duke parë parasysh kontratat që ata kanë me ujësjellsin, ishim rreth 96 kontrata aktive me ujësjellsin. Në këto 96 kontrata aktive janë mbledhur rreth 50 kontrata. 40 kontrata të tjera i kemi, po vilen gjatë vitit 2026, kanë filluar. Në territorin e Bashkisë Përmet ushtrojnë aktivitetin e tyre 540 biznese, të mëdha, të mesme dhe të vogla. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.